Qëllimi ka qenë më në qitë njeve lizez, jemi ka në pritje disa tenderave, do shta vlerë mi 1 milion euro, edhe në njërë që më najmarë dhe këta tendera tjërë që jemi të i pritë. Jemi kanë të i pritë komunën e Prizrenit, jemi kanë të i pritë komunën e Skenderajt, jemi kanë të i pritë komunën e Vitis, jemi kanë të i pritë komunën e Kamenicës, edhe peja. Ta kanë dashë që me këtë katalog në qitë njëve lizez edhe me i marë këta tendera. Zyrtari i prokurimit publik Milot Gashi në komunën e Pejës, i pyetur nëse kishin bërë verifikim zyrtar të katalogut, në një përgjigje me shkrim ka thënë se ky verifikim është bërë në ditën e hapjes së ofertave dhe Komisioni i Vlerësimit ka konstatuar se katalogu i paraqitur nga operatori ekonomik nuk përputhej me scan code dhe rrjedhimisht nuk rezultonte të ishte identik me katalogun origjinal të prodhuesit. Andaj, kishin kërkuar që operatori të futej në listën e zezë, por i pyetur se pse edhe pasi prodhuesi kishte konfirmuar se katalogu ishte autentik, prap kishin kërkuar që MedPlus të futej në listë zezë. Gashi thot se çështja kishte përfunduar në momentin e hapjes së ofertave. Kurse në një përgjigje me shkrim, OSHP ndër të tjera thot se për secilin vendim, palët mund të ankohen. OSHP ju njofton se secili vendim përmban edhe këshillën juridike, sikurse parashihet mes të tjerash me paragrafin 3 të nenit 99 të LPP-s, sipas të cilit, cituar, të gjitha vendimet e nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen nga gjykata kompetente në pajtim me ligjin për shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative. Në anën tjetër, shkalla e parë e gjykatës komerciale, më 2 shkurt 2026, ka marrë akt gjykim, ku ka aprovuar ankesën e MedPlus, duke thënë se OSHP nuk ka arsyetuar drejt kur e ka diskualifikuar kompaninë nga prokurimi publik, pasi Komuna e Pejës, me provat e dorëzuara, nuk e ka arsyetuar se MedPlus kishte paraqitur të dhëna të rreme ose dokument të falsifikuar. Paditësi nga komunikimi elektronik me përfaqësuesin e autorizuar për katalogun e dorëzuar, ka provuar se katalogu i dorëzuar është autentik dhe është përpiluar nga kompania e tyre dhe po ashtu ka konfirmuar se katalogu që kanë ofruar ishte i ri, por përmbante një QR code të vjetër, të cilin personat përgjegjës nuk arritën ta përditësojnë me kohë, ndërsa me asnjë provë nuk është vërtetuar se paditësi është përpiluesi i QR code. Ndër të tjera, gjykata ka arsyetuar se gabimet teknike nuk nënkuptojnë se një dokument është i falsifikuar apo se janë paraqitur të dhëna të rrajshme dhe se në këto rrethana, autoriteti kontraktues apo vetë OSHP kanë pasur mundësi të drejtohen drejt për drejt prodhuesit dhe të sqarojnë një pretendim të tillë.